A ju kujtohet ky pronari I pompës patroni? Kur para 2 vjetë, Ministria e Bujqësisë nuk ja pat vazhdu kontratën të cilën e ka pas me qëra në rrugën më të frekuentuar në Kosovë. Për vjetra mori vend, pra ky ka pagu 500 euro në muaj. Dhe pas përfundimit të kontratës, Ministria e Bujqësisë nuk ja pat vazhdu, edhe tulaj pronari, edhe thoj ke ky peci, Luci, po do në më manale, sane, ngone. Kjo qeveritar si ka ardhen, ky Luci, na ka bon këton pa drejt, po mdokët, cilën ka marrë një vendim t'il, mas me vazhdu kontratën, por me renu objektet. Shështë ajo më? Një më në thëtë më... Luci, ky ministri... Ndryshe kam bjerë. Peci, a I shkur si peci, po. Jam falë se po... është dhe me thonë vendimi tina. Sot pra, mas një periudhë 2 vjeçare ku kanë përfundu të gjitha procedurat edhe gjyqësore, Ministria e Bujqësisë filloi rënimin e këtij objekti. Gjatë para se me fillu rënimi, erdhi njëri aty edhe thej diçka doja objekti, po ma rënoni, kena liftu, ama e morën policia dhe e qunë të vejni. Unë jem të dyp, një të drejt, dojë së tamë, që ka zëmë që ka jem të të bomë. Unë jem të tonë që bja prish dojë së tamë objektin, do ma lepën që bja prish. Ta kena të ndryshme, I kena një mu me maru, si pas regullave të këti veni. Si pas regullave që kena ponu e kena luftu për këtë veni. Asi fjallë në duk, a ma livan vendin ti me dëshirën tonë, apo të marëm nga vetrimet tonë? Apo ma ja përgjigjen? Zoj, qka jem të të bo? Apo në galëzën për morë, sa qenë qka jem të të bo në vi vetë. Cilën sa qenë du shtjene vi vetë. Vetë qka lëzën poshë, zotën shka po të bëjë. Apo ma ja përgjigjen, Apo në regot qka po të bëjë. a je të liru vendin? Qërë në daljash, po ti galëzën qka jem të të bo? Qka jem të të bo? Unë jem të da lyp një letër. Arrestone. Po qka? Po qka po të bëjë? Po qka? Po qka? Hajde, do s'ka do për qka? Edhe veturën, e merë veturën të gara. Në këta hapësirë pritet me u vendos, me u ndërtu objekti I Ministrisë së Bujqësisë, I cili do të vendoset përfundimisht në këtë zonë. Shteti 7.